Në fund të vitit 2025, tashmë secili bën bilancin e vet dhe për të bërë një bilanc për çfarë ka ndodhur realisht në Kosovë, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin e njohur Faton Mehmeti. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, kënaqësia ime. Faton, mund të na thoni pak se cilat kanë qenë ngjarjet më të rëndësishme të 2025-s në Kosovë? Kosova në vitin që po e lëm pas është shoqëruar kryesisht me zgjedhje, pra ka mbajt 4 parë zgjedhje, duke përfshirë balotazhin, pra 2 parë zgjedhje nacionale dhe 1 parë zgjedhje lokale që shumicën e komunave kishin shkuar në balotazh, kështu që brenda këtij viti Kosova është shoqëruar kryesisht me zgjedhje dhe me bllokadë të institucioneve qysh prej fillimit të këtij vitit, pra të kujtojmë që Kosova zgjedhjet e para i ka mbajtur me mend shkurt të këtij viti, të cilat pastaj prodhuan një rezultat që asnjë prej partive politike nuk i jepte komoditetin për ta qeverisë vendin e vetme, kështu që ishte i nevojshëm një koalicion i cili nuk u arrit dot për shkak të barikadave që vendosën partitë mes njëra tjetrës. Kështu që tashmë këto janë çdo këto faktin që disa ngjarje të tjera që kanë bërë që kanë të bëjnë kryesisht me vrasje, janë shoqëruar, pra të kujtojmë rastin e një prej zgjarjeve pra është vrasja në Lipjan, pra pastaj gropusja e një personi i cili rezultoi që ishte fqiu i tij. Të kujtojmë edhe rastin Gjelan, ku mbeten të vdekur 2 persona dhe njëri i plagosur, me këtë rast i dyshuar është Mifail Shkodra me 2 djemtë të cilët prej asaj dite tashmë ndodhen jashtë Kosovës në Preshevë, duke u strehuar dhe të cilët ende nuk janë dorëzuar organeve të rendit. Çdo këto faktin pastaj që edhe derisa në veri të Kosovës ka qenë një situatë më e qetë, në sensin që institucionet e Kosovës kanë vendosur rend dhe ligj kryesisht në atë pjesë, nuk është se ka pas top lajme nga ajo pjesë, është një lajm pra shumë i rëndësishëm ndërtimi i urës të re në Mitrovic, e cila e ka shtuar, si thua, optimizmin dhe ka rritur mundësinë e qarkullimit të qytetarëve në 2 pjesë të vendit, të cilat për 20 vite ishin të ndara. Kështu që këtu pak a shumë kanë qenë, si thua, ngjarjet kryesore që e kanë shoqëruar Kosovën. Pra edhe çdo këtu faktin që disa njerëz të famshëm kanë ndruar jetën, çdo këtu fakt. Kujtojmë këto rastin e fundit të këngëtarit të njohur Shemit nga grupi Lirit, i cili ka kënduar i pari këngën Ramadani Vidja Vija, i cili u gjen para pak ditësh i vdekur. Kështu që këtu pak a shumë e bëra një bilanc situatës politike, situatës të sigurisë edhe të disa ngjarjeve të cilat e kanë shoqëruar vendin, pa harruar këtu edhe një tjetër që ishte vdekja e vllait Gjesit, e cila kishte bërë bujë në Kosovë për një javë, është përfolur vetëm për atë rast. Pra, kështu që këtu kanë qenë, si thua, në showbiz, në politikë edhe në siguri. Faton, nga ana tjetër janë mbajtur zgjedhjet parlamentare në Kosovë dhe duket se kemi një fitues të qartë, i cili është Albin Kurti. A kemi informacione se si do jetë përbërja e qeverisë dhe kur mund të kemi një qeveri nga ana e zotit Kurti? Që ky rezultati tashmë 50% i krijon komoditet zotit Kurti që ta krijojë vetëm qeverinë, duke kujtuar këto që janë edhe diku në 77.000 vota të diasporës me post, pra që do të vinë dhe që nuk pritet të ketë ndonjë befasi me zotin Kurti, që do të pritet të marrë diku rreth 80% të votave, siç ka ndodhur edhe në zgjedhjet e kaluara. Kështu që kjo vetëm e shton, si thua, akoma edhe më shumë numrin e deputetëve të lëvizjes vetëvendosit dhe zoti Kurti do ta krijojë pra vetëm qeverinë dhe kjo pritet të ndodhë qysh pas certifikimit të rezultateve diku sipas parashikimeve mund të jetë diku në mes të janarit. Pra pritet që në mes të janarit pra të formohet edhe kuvendi dhe të njëjtën ditë do të votohet edhe qeveria në krye me zotrin Kurti dhe i kështu i vetëm zotri Kurti do të qeverisë vendin. Realisht për mua personalisht ka qenë një befasi e vogël ky rezultat i lëvizjes vetëvendosur. Unë kam parashikuar 45% kam vënë gjithmonë për media që do të jetë rezultati pa diasporën,
dhe me idenë që me diasporën dikun zoti Guti do të shkojë 47, maksimumi 48%, mirë po që doli mbi 50% edhe kjo është një befasi e lehtë për mu, befasi tjera nuk ka, sepse rënien e LDK-s unë e kam parashikuar dhe Partisë Demokratike kam parashikuar që do të ketë një rritje të lehtë, gjë që po ndodh se Partia Demokratike zgjedhjet e fundit ka marrë 20%, tashmë është në kotën e 21% dhe pritet që të arrijë deri në 22%. Kështu që këto pak a shumë kanë qenë si thua pritshmëritë e mia, të cilat realisht nuk është se kanë dalë larg parashikimeve. Në këtë kuptim, po them prapë që zoti Kurti do ta krijojë i vetëm qeverinë, po Kosova do pritet ta ketë edhe një test shumë të vështirë në mars, kur pritet ta zgjedh presidentin e vendit dhe duhet të ketë një bashkëpunim me ndonjërin prej partive politike për shkak se duhet me qëndru duhet jenë 80 deputet të pranishëm në momentin kur votohet presidenti i vendit, i cili në rundin e parë dhe dy duhet ketë 2/3 e votës, pastaj në rundin e tretë mjafton me shumicë të thjeshtë të votave, që nuk kupton me 61 vota që zotri Kurti ka. Po duhet me qëndru me qenë sallë 80 deputet. Ky nen, si thua që një që neni Pacullit, është për shkak se zotrin Paculli pikërisht ky nen e kishte rrëzuar, sapasi zotri Paculli kur ishte votuar në rundin e tretë nuk kishin qenë pranishëm 80 deputet dhe u detyrua të dorëhiqen pas një muaji. Kështu që nga atëherë ky nen i njohur si neni Pacullit është përfill çdo herë për shkak se në çdo rast tjetër presidenti i vendit është i zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Faton kemi pasur edhe një ngjarje kohët e fundit dhe bëhet fjalë për babain e Malit, i cili nuk pranoi që të takohet në Big Brother me babain e tij dhe mediat kanë raportuar që ai ka pasur probleme shëndetësore. A mund na thoni realisht se çfarë po ndodh me të? Babai i tij ka pas probleme shëndetësore, thuhet që për shkak të komenteve që ka marrë në rrjetet sociale, nëpër media të shumta duke u kritikuar, pra për shkak se nuk i kishte ofruar si thuhet kanë shkruar disa ngrohtësinë e duhur djalit të tij, gjë që babai e ka pritur shumë keq për shkak se ai disa herë ka thënë që ka bërë aq sa për te mundësive të tij për që në ofër fëmijëve të tij, ofër Malit dhe vllait të tij. Në këtë kuptim duket se ka përjetuar rënd edhe refuzimin publik që i bëri Mali babait të tij, gjë që nuk e kishte besuar ai për shkak se kishte pritur që si thua pajtimin mes tyre do të ndodhte live në reality show Big Brother, një reality show shumë i ndjekur, gjë që pikërisht për këtë edhe ai kishte zgjedhur këtë format për të bërë si thua për të bërë më tepër jehun kjo gjë dhe për të dhënë një mesazh që mes babait edhe djalit duhet ekzistojë dashuria pavarësisht raporteve që mund të ketë babai me nënën e djalit, në këtë rast me Violetën. Kështu që duket se ky refuzim edhe komentet negative kanë marrë shumë keq, mirë po thuhet që gjendja e tij ka filluar të përmirësohet me ndihmën edhe të miqve edhe të afërm të tij, të cilët i kanë qëndruar pranë. Pritet që të mos jetë diçka rrezik shumë i madh, por ka qenë një situatë jo e këndshme, jo vetëm për atë, mirë po edhe për rrjetin e tij të ngushtë. Faton, a mund të na tregoni se cila është historia në vetvete e po themi babait të Malit dhe me këngëtaren e njohur Violeta Kukaj, se kemi parë që në media është folur për një histori të trisht ku i është marrë pasuri, është mbyllur në psikiatri, ka shkuar te Eni Çobani familja, ka pasur një debat publik, pra ku jemi dhe çfarë ka ndodhur? Po, siç pak a shumë i thatë edhe jo këto gjërat elementare, çifti është njohur pra qysh herët personin fjalë ka njohur Violetën që është në moshën 12 vjeçare, Violeta ishte nga një fshat i Drenicës, që kishte si thuaç një jetë realisht vështirë siç e kemi pasur gjithë para luftës për shkak situata ka qenë e tillë, por që me mundësitë e tij ekonomike të mira i kishte krijuar Violetës një komoditet shumë të madh dhe duket që çifti ka pasur vazhdimsi grindje, por deri tek ndarja ka ndodhur para 7 apo 8 viteve. Dhe me këtë rast personin fjalë ishte dërguar në psikiatri dhe për këtë
motrat pra të babait malit e kishin dërguar në gjykatë Violetën me pretendimin se ajo edhe pa qenë i smur, edhe pa pasur probleme mendore, kishte dërguar në psikiatri me idenë dhe me synimin që këta përdorte pastaj si avantazh për të marrë pasurinë duke me idenë që me pretekstin që personi në fjalë nuk është më në gjendje për të mirë mendore sa për të qenë në gjendje për ta zotruar dhe për ta menaxhuar pasurinë siç duhet. Dhe me këtë rast pjesa më e madhe i ka kaluar Violetës. Me këtë motrat e personit fjalë pra e kanë akuzuar vazhdimisht Violetën, pra Violeta me kunatat e saj ka pas probleme deri në gjyq dhe familja dhe këto motrat pra e kanë marrë Eni Çobanin si avokate për ta ndjekur çështjen dhe për ta dërguar deri në fund dhe me idenë që do ta rikthejnë prapë pasurinë që sipas tyre Violeta e ka marrë në mënyrë të padrejtë. Tashmë procesi gjyqësor është duke vazhduar, nuk dihet se kur do të përfundojë, mirë po është shumë interesant ta ndjekim epilogun e këtij rasti se si do të vendosë gjykata, pra gjykata në Kosovë, kur dihet parasysh që për çështje të veprave të padive civile, gjykatat në Kosovë janë të ngarkuara me dosje dhe këto i marrin realisht shumë kohë derisa të vjen radhë për të shqyrtuar. Ka filluar me sa kam unë informacione, ka është mbajtur seancat fillestare, mirë po ende duhet me vazhdu me pritë edhe përfundimin, për shkak se është një çështje komplekse, nuk është një çështje që mund të zgjidhet pra me marrëveshje ose me një citat ose me një seancë, por të dyja palët kanë pretendime të ndryshme, akuza të ndërsjellta ndaj njëra tjetrës, kështu që derisa gjykata të ketë dëshmitar të tjerë edhe të ketë mandej si thuaç edhe seanca tjera kur duhet me shqyrtu këto raste, është vërtet merr kohë shumë, kështu që po besoj që në brenda pjesës parë të 2026 kjo çështje do të zgjidhet dhe do të jetë përfundimisht se cili do të jetë epilogu, por kujtojmë që babai i malit nuk është se ka qenë shumë i interesuar për ta rikthyer pasurinë, ai më tepër ka qenë edhe siç e ka thënë edhe vetë është interesuar për që të rikthej fëmijët e tij dhe ta kaloj pjesën e mbetur të jetës në dashuri dhe në harmoni me fëmijët e tij, të cilët ai gjithmonë ka thënë që i ka pikë dopt edhe ka qenë shumë një baba i mirë me pak fjalë për shkak se është kujdesur shumë për ta. Kështu që mbetet për të parë si më thon se cili do të jetë epilogu i gjithë kësaj, por është një prej ngjarjeve më komplekse që ka ndodhur në showbizin shqiptar. Faton, faleminderit shumë për intervistën dhe gëzuar 2026. Gëzuar dhe ju, uroj që 2026 të jetë vetë më i mbar për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen jo vetëm në dy anë të kufirit, mirë po kudo që ndodhen, të kemi sa më shumë lajme të mira dhe të kemi sa më shpesh intervista për lajme më të mira, të cilat do të na gëzojnë gjithëve.